për të lidhur kopshin e Edenit me onkologjikun. Dhoma e luleve, Rama me kreun e krimit, pikë këtë verë që kushton 33.600 dhe njëri prej tyre mburet. Me një takim elektoral në PUK, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se betejë e 11 majit është epike dhe legjendare, kundër korrupsionit dhe luksit të pamerituar të qeverisë Rama, kundër korrupsionit dhe luksit të pamerituar të qeverisë Edi Ramës. Ai akuzoi kryeministrin për shpërdorim të hapur fondesh dhe për tallje me qytetarët në nevojë. Berisha ironizoi luksin e Ramës duke përmendur një shishe verë me vlerë 33.000 euro dhe blerjen e kupshtit Eden me 5 milion euro në oborrin e kryeministrisë. Shpenzime që sipas tij nuk do I lejonte as mbreti I Italisë. Ndër të tjera Berisha u shpreh: "E blen sepse është I biri I teatrit, I mëkuar me urrëkje për njeriu", u shpreh Berisha. Në fjalën e tij ai premtoi një seri reformash ekonomike, vendosjen rritjen e pensionit me 20%, vendosjen e minimumit jetik prej 200 eurosh për pensionistët, ndihmën ekonomike e të tjerë. Rroga minimale tha ai do të kalojë në 500 euro, çdo pensionist dhe persona me të ardhura më të ulta do të pajisë me kartë konsumatori, që do të ulë çmimet e ushqimeve bazë deri në 20%. Sali Berisha preku dhe çështjen e çmimit të naftës duke theksuar se Rama I vendos qytetarëve një taks për 1.1 euro për litër. Ai etsisoi aferën e senatorëve një ndër grabitet më të mëdha dhe shtoi se 130 milion euro janë zhdukur në firmën e kryeministrit. Nuk do të ketë më avion luksoz për pushtetar, shtoi ai, duke përmbyllur se opozita do të kthejë qytetarëve dinjitetin dhe paratë e vjedhura. 100 ditë të para jam këtu për të dhënë ju fjalën e nderit se në PUK, në këtë qark, se në Shqipëri nuk do ketë pension ndën 200 euro. Nuk do ketë ndihmë ekonomike ndën 200 euro. Nuk do ketë pagesë pa punësie ndën 200 euro. Pensionet tjera do rriten me 20%. Dhe rroga minimale do kaloj në 500 euro. Çfarë bëjmë ne me këtë?